vjen puna te liria e mediave. Ndërkohë që realiteti është ai që tregojnë faktet. Dhe patjetër që media në Shqipëri kanë probleme dhe ata kanë të drejtë kur thonë kanë probleme të pronësisë, kanë probleme të sigurisë së vendit punës për gazetarët, të formalizimit pagave tyre, etj. Por aty ku bien pre është po mirë si fiton kjo parti, si ka mundësi që fiton kjo parti dhe fiton, madje fiton dhe më shumë kur vjen për të kërkuar mandatën e 4 dhe ndërkohë i paska edhe mediat kundër. Po shpjegimi është në realitetin e fakteve. Keni parë ju ndonjë media që të thot ndonjë gjë se çfarë ka bërë për shembull Ministri i Bujqësisë në këtë periudhë? Nuk keni parë. Zbesoj të keni parë. Po me siguri keni parë lajme, keni parë kronika, keni dëgjuar fjalime, copëza fjalimesh në për ato portalet që postohen me video që si u lanë në rrugë fermerët se u prej subvencioni naftës, si bujqësia ka marrë fund, etj. Këto po i keni parë. Ndërkohë që e vërteta që din njerëzit në fshat, ata që votojnë, nuk është ajo që thonë ato pasqyra, por është ajo që ata prekin. Se nuk është as pak e vështirë që në atë 30% që nuk na voton ne në një fshat X, ku ne marrim 7%, të gjesh 3 veta që të thonë gjitha të zeza. Apo të gjesh njerëz të cilët realisht nuk kanë sukses dhe nuk kanë fare sy për qabe kur i thonë në atë punë. Por ama, e vërteta është që ne, dhe këtë e din ata fermerët, ne kemi hequr subvencionin e naftës, që ishte një shumë prej 18 milion eurosh, dhe ndërkohë kemi vendosur një gjë tjetër. Të gjithë ata të cilët do të shesin me faturë dhe do dorëzojnë faturat, do marrin mbrapsht 10% të vlerës së faturave, që në totalin e vetë ne parashikojmë të jetë nga 40 deri në 55 milion euro. Dhe kjo do të bëjë që ato 40 deri në 55 milion euro, në varet se sa do vinë në këtë fazë parë, sepse pastaj kur ta mësojnë të gjithë që nuk ka më asnjë kokërleku nëse ti nuk tregon faturat, por ama kur tregon faturat ka më shumë, janë të ardhura nga buxheti i shtetit që do i shkojnë fermerëve, por njëkohësisht janë një hap i madh në formalizimin më në fund të një pjesë të ekonomisë që nuk mund të hyjë në bashkim